Luiza Gjuvani është nga aktorët më të mira në Shqipëri, edhe pse e kujtojmë më shumë si aktore, ajo ka qenë edhe politikane, më konkretisht deputete në Parlamentin Shqiptar. Në intervistat e dhëna, ajo është shprehur se ka patur dëshirë që të studiojë për mjeksi ose inxhinieri, por në sistemin komunist ajo kishte një njollë në biografi për shkak të bindjeve ndryshe që kishte xhaxhai i saj. Nëse karriera profesionale e Luizës ka qenë mjaft e suksesshme si aktore, nuk mund të themi të njëjtën gjë për jetën e saj private. Ajo mori goditjen e parë kur djali i saj u dënua me 35 vite heqje lirie, e më pas bashkëshorti ju nda krejt papritur nga jeta. Në funeralin e bashkëshortit, Luiza u pa e kapur për dorë me të birin, i cili kishte ardhur për t'i dhënë lam të mirën babait të tij me pranga në duar. Në mediat online së fundmi ka qarkulluar lajmi se djali i aktores më shumë rri jashtë qelisë sesa në ambientet e burgut, dhe kjo fal favorizimit që po i bëhet atij. Madje edhe ish kryeministri Berisha në rrjetet e tij sociale tha se Konstantin Gjuvani duhet të ishte në burg, por ai e ka braktisur qelin. Fakti që një i dënuar del rrugëve të Tiranës, ndërkohë që duhet të ishte në qeli, e alarmoi drejtorinë e burgjeve, e cila menjëherë doli me një deklaratë ku sqaroi situatën si qëndronte. Drejtoria e burgjeve u shpreh se Konstantin Gjuvani ka dalë nga qelia sepse ka shkuar në QSUT për arsye shëndetësore, ku ka bërë një ndërhyrje, dhe pas disa ditësh ai është rikthyer përsëri në qeli. Nga ana saj, aktoreja e dashur për publikun nuk ka pranuar ta komentojë këtë situatë. Ajo prej vitesh ka vendosur të qëndrojë larg ekranit dhe ka shmangur intervistat e ndryshme në media.